se në këto zgjedhje parlamentare populli shqiptar tregoi një angazhim të fortë ndaj demokracisë në një klim të jetë të polarizuar e ndonjëherë të vështirë. Ata gjithsesi dolën, morën pjesë dhe bën që zëri tyre të dëgjohet. Që nga votuesit që votuan për herë të parë deri tek votuesit nga jashtë shtetit, deri tek vëzhguesit që e bën detyrën e tyre me profesionalizëm, ata janë zemra e këtij procesi demokratik. Zgjedhjet parlamentare të 2025-s në Shqipëri ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale. Megjithatë, ato ndodhen në një klim të jetë të polarizuar dhe garu dhe kandidatët nuk patën mundësi të barabarta. Megjithatë, kandidatët përgjithsisht patën mundësi të bënin fushat në mënyrë të lirshme, megjithse disa prej tyre raportuan se kishin pasur dhe raste intimidimi. Mekanizmi i ri koordinues midis institucioneve për hetimin dhe për ndjekjen penale të krimeve zgjedhore është një zhvillim që mirëpritet. Megjithatë, ka nevojë për të pasur një zbatim persistent dhe parandalim të praktikave abuzive. Dita e zgjedhjeve ishte kryesisht e qetë dhe e organizuar mirë. Megjithatë, pati vazhdimisht mos respektim të procedurave dhe ajo u shënua nga disa incidente intimidimi dhe ndikim tek zgjedhësit e disa probleme me procedurat dhe transparencën.